Mbrojtësi Albian Hajdari braktis kombëtaren e Zvicrës dhe zgjedh të luajë për Kosovën. Lajmi është bërë i ditur nga Blik. Ai ka shpresa të mëdha për një vend titullari për Kosovën në ndeshjen e shtëpi kundër Slovenisë në Prishtinë dhe ndeshjen e kthimit kundër Suedisë, pasi kapiteni dhe udhëheqësi i mbrojtjes Amir Arrahmani aktualisht është i dëmtuar. Rikujtojmë që ai është thirrur disa herë për skuadrën e Zvicrës të Murat Yakin dhe hera e parë ishte për përgatitjet për kampionatin evropian në maj 2024, për të cilën Hajdarit nuk ju lejua të bashkohej pas finales së kupës, pastaj në nëntor për ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Serbisë dhe Spanjës, ku ai ndoqi të dyja ndeshjet nga stoli dhe së fundmi në pranverë për miqësoret në Irlandën Veriut dhe kundër Luksemburgut. Hajdari debutoi për Zvicrën kundër kësaj të fundit, por meqense këto ishin vetëm ndeshje miqësore, në fund ai vendosi të bashkohej Kosovës. Ky vendim vjen pasi Eman Kospos dhe Leon Avdullahu ndryshuan ekipin kombëtar.